mundësi... Këto janë këtë i fjallësh, të Albin Kurtit me qitë hi mjegull njerëzve, që une i kam projekte të mdoja, ju s'kom leni mi bo. Sepse Kosova do të mi këthy përgjigje shteteve të bashkuara. Po s'u do i këthy më përgjigje për që ata, alo ambasador s'kem, alo s'u të na që ambasadorin, tona e objekt të bo ambasada ma madhe në rajon, as ambasador s'kam pru alo. Nuk ka të bëj ambasadori. Na kemi zonjën pratipatit që është një ambasadore karrierës e cila ka përbuj shumë të madhe dhe gjithë çka sa i përket marrëdhënieve Kosovë. Është ambasadore. Është mirë, është rënë detyren, kur që s'bën më shumë. Jo, i ka të gjitha kompetencat. Fjala sa është fjala zyrtare, është Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nuk i ka tana kompetencat. Ambasadori kur vjen me plan, me strategji edhe me detyra konkrete çka duhet të bëjë. Ndoshta presin ndoshta pritet me u bë qeveria edhe mandej me pse me prit, pse po dashka me prit qeverinë. Qërësha, unë muj me fol vetëm çka unë e shoh. Çka vendosi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ata vendosin, na vetëm muj mi komentu. Po patjetër për opinione jemi këtu zot. Po, patjetër, ama nuk mujmi me thonë që ka ndonjë problem mes Kosovës dhe Amerikës, pse nuk të bjen ambasador. Çe po da mendimin tim. Unë mendoj se kur më keq nuk i kemi pas raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe unë nëse vazhdojmë me këtë situatën e tillë, tash unë pres, edhe aty ndoshta mund me pa se çfarë profili ambasadorit ka me pru në Kosovë, nëse e bjen. Se shpeshherë që as lavsin të bëjë këtë punë. Këtë bazë të profilit të ambasadorit që bjen këtu na mund me ditë edhe rrjedhat politike edhe interesimin e SBA-ve që kanë me pas për Kosovën. Mentor nuk pajtuna me këtë deklaratë, se kjo është deklaratë shumë e madhe. Kosova i ka